kom linë në Prishtinë, në fakt kom linë në Shkup, po jom rritë në Prishtinë, kom linë në Shkup me 2 mars 1978, edhe kom shku në shkollë fillore e cila sot quhet Fajkonica, atëherë quhet Aca Maraviq, në qendër të Prishtinës. Edhe mandej kom shku në shkollë të mesme Gjevdedod, mandej jom regjistru në dramaturgji në Fakultetin e Arteve në Prishtinë. 3 vjet kom studiu këto. Mandej kom shku në Angli edhe e kom regjistru magjistraturën në studime të luftës në King's College, edhe studime të skenarit filmit. Ka qenë magjistratura e dytë që e kom kry në 2003. Kur e kom kry në 2003 magjistraturën e dytë me si student i dallum, jom kthy edhe e kom themelu emisionin Jeta në Kosovë, i cili ka fillu mas pari në 2005, si pjesë e organizatës që kom themelu Rjeti Ballkanik për gazetari hulumtuese. Jom bashkë themeluese e Rjetit Rajonal, themeluese e këtij Rjeti për gazetari hulumtuese në Kosovë, që ka nis punën në 2005 edhe ka nis me 3 veta, sot jemi 70 veta. Në ndërkohë kom punu, do me thonë karrierën si gazetare e kom fillu në mes viteve 90, duke shkru për gazeta rinore edhe mandej si producente lokale për kthyse së pari, mandej producente lokale e BBC-s edhe udhëheqëse e byros së BBC-s kur u hap zyrja për fillimin e luftës në mars 98. Me u kthy pak në 90-tat, ku ja ka nis interesimi juve për gazetari? Interesimi ka fillu mas pari, ndoshta me recitim se sa me gazetari. Kanë qenë në modë me thonë kështu garat për recitim, edhe letërsia më ka interesu gjithmonë, edhe obsesionin ma të madh e kom pas me poemën e mjerimit të Migjenit, për shembull, të cilën e kom mësu i ka dikon 100 rreshta, edhe e kom mësu përmenç, me ndihmën e prindërve, me shtymjen e prindërve, vi prej një venit ku ka pas gara të recitimit që ashtu qysh sot mundet me pas gara social media, diçka qështu me thonë, ka qenë në modë edhe kom marrë pjesë në gara të recitimit. Pse po thom që aty ka nis gazetaria, se ka nis interesimi jam për letërsi shumë herët, mandej me fillu me shkrujt edhe me u marrë me shkrime. Kom botu në gazetat rinore, në atë kohë në gazetën Shpresa, e cila dilke si gazetë e botume prej kishës katolike, e cila ishte mas afërt i lagjës teme. Kisha katolike viteve 90 ishte një vend ku na mujshim me shku në kurset vallëzimit, kurset gazetarisë, në kurset dizajnit, edhe aty jom taku me disa njerëz që bëjshin dizajn gazetës, bëjshin redaktim, edhe kemi fillu me botu gazetën Shpresa, 94-5. Shkrimet e para i kom bo për mod, isha interesume në dizajn të modës, edhe i shkrujsha, mandej isha interesume në teatr, në shkrime, si që thash, shkrime për teatr, edhe bëjsha kritik letrare, shkësha me këqyr shfaqe, ato i kom botu në gazetën Eritrea. Ajo ishte një grup tjetër i vajzave ku mësojshin kurs gazetarisë, edhe e botojshin gazetën Eritrea si pjesë e media projektit që udhëheqshin disa gra gazetare në atë kohë, që majshin gazetarinë, në fakt ishin Afrodita Kelmendi dhe Gjiraqina Vula. Edhe qështu kemi fillu me kurset gazetarisë në Shpresë, botimet e para, në Eritre, mandej edhe te gazeta Post Pesimista që u patboni shtojc e kohës ditore që dilke në atë kohë, mas pari koha javore ka qenë, ishim pjesë e kohës javore, mandej fillon gazetë ditore, derisa në 98-ën vjen BBC-ja dhe kërkon gazetar të ri që din anglisht, edhe dojnë me dalë në teren, edhe me dalë në front luftës, e dita e me parë ka qenë 6 marsi 98, që është ditë historike se dita e parë e punës me BBC-n ka qenë si përkthyese në prekaz
kur kemi shku me ekipin e BBC-s, më saktësisht me Von Smith, kamerman, edhe Paul Wood, gazetari BBC-s, shkojmë prekaz, e përcjellim tymin, i gjejmë luftime të ndodh, tenkat e serbëve të gjujt në shtëpinë e jasharëve. Mas 3 dite, e kuptojmë që si rezultati i kësaj beteje kishim tek 50 njerëz, shkojmë edhe i shohim kufomat, po me rëndësi është që me qatë ditë parë i marrim xhirimet ekskluzive të cilat mrinë qatë natë në BBC, në edicionin e lajmeve që u quajke 9 O'Clock News. Edhe bojnë bum, edhe natë me ato pamje të shtëpiave të kollë të jasharëve, në atë moment nuk kemi pa kërkon gjallë, sepse shtëpiat veç ishin trënume, të kollë, të gjujt. Fillon krejt bota me marrë vesh çka të ndodhë në Kosovë, edhe fillojnë me i qu gazetarë tjerë në Kosovë. Prej që ati gjirimi, fillojnë shumë gazetarë tjerë me anë Kosovë. Edhe gazetari me cilin punoj qatë ditë, shkon gjys kilometri ma përpara se unë edhe gazetari, domethënë kamermani Von Smith shkon përpara. Tu e gjiru ishte masdite, ora 4, tu e boj gjirimin e famshëm tash, ishte në perëndim diellit, kështu me thonë masdite, që në kuptojke që dielli ish në tonë dhe i reflekton, ish kundrejt kamerës ti, reflekton kamerë, sërbë shohin edhe gjujnë me snajper, a i bjen tokë, edhe këto pedime dhe prigjirimeve, të cilat tash i kom shpëtu, se mas 25 vjetëve jom tu marrë me digitalizimin e këtyre xhirimeve. Edhe bjen tokë, vjen tu ngajt, gjys kilometri larg ku ishin të e prite makina, unë edhe gazetari Paul Wood, edhe thot, ti që kam ka rogë. E prek barkon, këqyr apo del gjak, tha këqyrmi, se unë s'pe vrej apo m'del dikon gjak, e qel majicën, vetëm shaj e vjollce m'bark, e kuptojmë që plumi i ti ka hi me një rrëp qanë që e ka pas, e ka shpu paketën e cigares, e ka shpu paketën e pareve, edhe ka përfundu në telefonin mobil, që në atë kohë vitin 1998 ishin telefona shumë trash, si toki voki trash, edhe kishte përfundu telefoni në baterinë e mobilit, edhe kish pështu gazetari prej këtij plumi, tu ju falenderoj telefonit, kur kthehet në Angli, ai bëhet reklamus i Sony Ericssonit, sepse kjo ka qenë marka telefonit edhe del në reklam Sony can save your life. Kjo është historia e ditës tem të parë të punës. Kjo përvoj, do me thonë, ma shten mu virusin e gazetarisë definitivisht, edhe pse me shkrime e kom pas deri atëherë, por në atë moment unë e kuptoj çka është fuqia e pamjes, ati gjirimi, mas pari fuqia e sakrificës që duhesh me te kalu për me mri deri te një pamje që ka me ndru histori. Mendoj që ka ndru histori, sepse prej asaj dite media ndërkombëtare në mënyrë konstante ka raportu për Kosovën, e veç 1 vjet pas ka ndodhur që ajo që pe ke voni atë ditë ka me ndodhur shumë dvron këtu, po nëse na i kemi kamerat në çdo vend ku ndodhin kamerat edhe na jemi prezent kudo që po ndodh çdo shtëpi e kollur, çdo refugjat që qitet pe shtëpisë, çdo viktime Miloševićit, kjo nuk ka me shku larg derisa bota ka me intervenu, sepse për fillimit gazetarët e huaj na bindshin neve, të cilët kishim kalu 8 vjetër shkolla shtëpia e botës ja kish një për neve. Do me thonë, na 8 vjet ishim indoktrinu me idenë që nështë pse po e zhvillojmë një rezistencë paqësore, bota ka me e penalizu Miloševićin për shkak se asaj që po na bën neve, e na po mohemi stoikisht me këtë rezistencë paqësore, po ky durim e kish kalu afatin, edhe na si të ri ishim shumë frustruar që kur s'ka me na nimu perëndimi për me u shliru. Kur erdhën gazetarët e huaj thanë, çto pamje tash e ndrojnë muhabetin. S'jeni mu veç të bo rezistencë paqësore, po tash jemi në lojme të mënamis çdo natë. Prej asaj dite 3 herë në javë kemi qenë lojme qendrore të Anglisë. Atë çfarë do të thonë kjo? Që krejt bota ka pas shumë gjana të ndodhë, atë kohë që ka qenë edhe rasti të ndodhë Somali, po nuk kam pas
lajmërim çdo natë. Për shkak se ishim në Evropë, për shkak të kushtimit që e gazetarëve që ishin gjendje me bo shumë për me mritje që ajo pamje, edhe pjesërisht për shkak të përkushtimit ton me vazhdu me i qu ata atje sepse u lodhëm me rezistencë paqësore. Ishim bindur që çështu po kontribuojmë që bota me pa çfarë po ndodh, me shpresë që bota lëviz diçka nëse e shet çka po ndodh në Kosovë. Është rrallë që ndodh që ajo që na kena shpresuar që ka me ndodh. Po them tash rrallë se po i bjen 27 vjet pas, kemi pas luftë në Siri, kemi pas luftë në Ukrainë, kemi pas luftë në Afganistan dhe së fundi kemi pas luftë në Gazë. Në asnjë moment bota së çu me intervenu, me bo intervenim humanitar, me forcat veta, me bombardu që atë që të bo krime, qysh ka bo në Kosovë. Do vlera e qasaj është ushtu se cilënare ma shumë. Edhe 25 vjet mas, pikërisht për shkak se po menoj që ka qenë shumë e rëndësishme çka u bo në ato 90-tat, kom vendos me kalu kohë të i mbledh arkivat e materialeve që i kemi gjiru viteve 90-ta, arkivat të cilat kur që digitalizu. Edhe kom bind Von Smithin, kadale me na dhon arkivat e veta. 2 vjet ka gjiru në Kosovë, jo vetëm Vonin, po dhe shumë gazetarë BBC-s me cilët kom punu, Nick Miller, David Loyne, Ben Brown, janë Jeremy Bowen, janë paraqit vullnetar me na dhanë reportazhet që i kanë gjiru atëherë, që kanë qenë krejt kaseta të mdoja, Betacam janë qëkash të mdoja, si janë të mdojnë qep që është sot, kamerat kanë qenë shumë të mdoja, edhe me fillu na me digitalizu kemi kriju me kolegë të ri që i kom në zyrën tonë që kanë shfaq interesim për këto gjirime, krejt janë nër 30 vjeqar, do me thonë kom punu jam kogja krenare që kom pas presion të shnosh për gjeneratave të reja, 28 vjeqar që kanë lidhë mas luftës, që kanë qenë të interesuar me një mu me i digitalizu qëto. I kom njerë si Arjan Hyseni, shefi teknikës të na, Patrion Ibrahimi, është Albulena Sadiku, është Kreshni Gashi, Visar Prebreza, Besnik Rivanjeva, krejt janë qëta kolegë që më kanë mu që të gjirime me i jetësu që mu kriju një muze. Sot e kemi muzeun Reporting House, ku 30 orë material janë të përkthymë në dy gjuhë, të digitalizum, edhe janë prej, jo vetëm prej BBC-s, po prej televizioneve tjera, si televizioni publik japones, televizioni publik spanjol, televizioni publik gjerman, NDR, televizioni privat japonez Nippon TV, Irish Public TV, apo televizioni publik irlandez, të cilët i kanë dhanë materialet e tyne për këtë muze që sot gjendet në mes Prishtinës. Nëse kisha mujtë edhe pak më kthy te roli juaj si fiksër, çka mendoni që më shumë keni qenë interpretues në shtat kulturës e jo veç përkthyes? Definitivisht kemi qenë interpretues të kulturës, edhe na prej vëzhlis e kemi po vëzhlis, prej inkuadrimit në organizata rinore, kur ke lexuar ti për historinë e gazetarisë shqiptare, e ke po që njerëz që e kanë bo shtetin shqiptar mas pari, Fanoli, Fajkonica, krejt shkrimtarët e asaj kohë kanë bo mas pari gazetë, mande kanë bo shtetin tonë. Do më thonë, artikulimet e para edhe rilindasit shqiptari kanë pas përmes gazetarisë. Edhe na ja u kemi lexu kur kemi mësu në shkollë për këta shkrimtari, kemi pa që ata kanë bo revista. Edhe çka na ka ndodhur neve është tu lexu për ta, na kemi bo revista. Na ju kemi bashku dë revistave, të cilat kanë qenë manifestim i dëshirës tonë me rujt identitetin shqiptar, shkrimin shqiptar, foljen në shqip, mësimin në shqip. Do me thonë, rezistenca jonë kundër Miloševićit, në klas 8 kanë qitë për shembull për shkollës fillore. Me njerë e ki di që ty po qesin për shkollës fillore se nuk
po pranon ti dhe familja jote dhe komuniteti i shoqënjëjës po pranojnë me mësu serbisht. Do të thonë, mas pari gjuha ka qenë çështje. Para se me diti për shtetin e pavarur të Kosovës, ti ke luftu për me mësu në gjuhën tënde. Do të thonë, prej fillimit kemi qenë manifestim qanja jonë, mos me shku në shkollë serbisht, ka qenë manifestim i rujtjes së kulturës dhe identitetit. Shumë para se marrë gazetarët e huaj, e kemi kuptu që na duhet me rujt gjuhën edhe kulturën tonë. Edhe kjo është seni parë, gjuhën edhe kulturën. Seni dytë ka qenë me kuptu që religioni nuk është i rëndësishëm për neve, po ajo klisheja që feja jonë o shqiptaria. Do me thonë, pse po thamë këtë, sepse tu i po luftën të ndohë në Bosne. Neve na u bojë qartë që bota po e këqyrë një luftë të muslimanëve të Bosnës edhe serbëve të Serbisë. Popullin Bosne u identifikoj ke si musliman. Na nuk u nishim hiq musliman. Kur erdhën gazetarët e huaj, në Kosovë fillun për shembull, me thonë, pjesën kryesore të reportazhit që bën gazetari kur jep përfundimin e fjalisë çka po ndodh, është 20 sekondë i cili quhet para kamerë apo piece to camera. Edhe ajo është momenti, domethënë, zgjat reportazha 1 minutë e gjys, kallëzon me pamje tjera çka të ndodh këtë vend, ka pamje për shembull të dy anëve të konfliktit, dikush flet diçka, ka pamje të luftës. Në fund del gazetari para një vendi dhe thot çka po ndodh. Gazetarët që para një vendi, apo para kamerën, thëshin qëmë të xhamia. Tash qëmë të xhamia, do të si përkthys, apo producent lokal, e kishe rolin me i qut e vendit që ata kërkon. Edhe na me njerë fillum, une e di që edhe shokët e shoqet e mia që punojshin si une, fillum me uni jo komod, edhe thëshin pse po lupni ju me shku te xhamia, po sepse kjo është luftë, kjo si në Bosnë, kena shku para xhamisë si populata muslimane, e po dojmë me kallëzu ku jemi. Me xhamin në pa kallëzojmë që jemi të nivel musliman. Na i thëshim, po ju jeni të nivel shqiptar, ju s'jeni të nivel musliman, ky vend mas po ajo është shqiptar. E mas ne ke tjera. Po na duhet të qysh botës me i kallëzu audiencës tonë çka jeni ju. Na insistojshim, na jena shqiptar. Ju duni me kuptu çka jena na, jo me na qit labels apo me na qit tiketa që ju mendoni që na jemi. Na ju kallëzojmë çka jemi. Do me thonë, s'po thomone që qështu i thëshim, po ishin debatet tona, këmbgulësia jon, me ja u spjegu atyne, tu i thirën shpe, tu ja u kallëzu kulturën tonë në shpe, tu ja kallëzu kulturën tonë, venet ku dishim me pi kafe, tu e kallëzu venin, kulturën, shoqnin, me cilën jemi të rrëthum, muzikën me cilën jemi të rrëthum. Edhe në fund ja nisën me kuptu që ky nuk është njëjtë si Bosna. Që Bosna nuk e ka pas identitetin e vetë bosnjak të definum që ka pas Kosova. Edhe na, jo veç kemi qenë përkthys të kulturës, na vetëm kemi qenë, do me thonë, e kemi një detyrë me e kallëzu të vërtetën ka qëtë aspekte dhe s'kemi qenë njerëz që munësh me na kallëzu, bota me na kallëzu ku kena na venin, a jena muslimana jo, kemi insistu, na e mi ju kallëzu botës. Edhe është interesant që mas 25 vjetëve, kur me 25 vjetorin e përfundimit bombardimeve me 10 qershor 2024 e hapëm muzeon, i ftum këta gazetarë që kishin punu në 90-at, disa prej tyre në 25 vjeç kishin qenë këto. Edhe në njënën për intervistave, ky gazetari kryesor që i kishte bo intervistën me Femi Ladrovcin ku unë e kisha përkthy, tha na kena menu që na po e kallëzojmë, po ju kallëzojmë storin e juve, në fakt jo na keni kallëzu neve storin e juj, apo rrëfimin e juj, tregimin për Kosovën, çka është e vërteta. Domethënë, gazetarët po na e pranojnë sot për rolin që e kemi pas si drejtues të kulturës, po mendoj që kjo është vetëm një barë që e kemi marrë për gjeneratave të kalume. Qështu e ka bo edhe Fanoli, Faj Kornica, edhe shumë
shumë rilindas kur kanë fillu me shkruj gazetari, edhe kur kanë fillu me bo gazeta. Me kallëzu që kemi gjuhë tonë, kemi kulturë tonë, edhe që i kemi shumë të larmishme, edhe që kemi të krishterë, kemi musliman, kemi ortodoks. Më fund gjuha për neve ka qenë qënësore, me rujt gjuhën. Edhe që kjo ka qenë e natyrshme për neve, nuk e kemi bo të sforcume. Me i kallëzu dikujt çka je, ka qenë shumë e natyrshme, edhe diçka që tjertë gjeneratat para nesh na kanë kallëzu neve, na e kemi kallëzu tjerve. Qysh mendoni që identiteti juaj si gra, si plot pej përkthyesve që keni qenë gra, qysh u kanë pa në terren? Keni has vështirësi prej kësaj? Është shumë interesant që dobësia jonë ka qenë përparësia jonë. Tash, dobësia na kanë pa si të parezikshme. Shokët e mi djem, policia i shike si terrorist të potencial, të me thëmë bufalisht, pa e zbukuru, po du me të kallëzu që nëse ishe shqiptar djalë i ri, 18-19 vjeçar, i kishe 2 probleme. Problemi pa ligjor është që me 18 vjet je dasht me shku me kry shërbimin ushtarak në Jugosllavi, edhe të vetëshim pse s'je rekrutum prej 90-tave fillun djem që i bon ka 18 vjet me i njek në për kafiqa me au këqyr vishin lere njoftimit, edhe kur nuk ishin paraqit për ushtri, ja dheshin ka i shuplak në për kafiqa, cilat unë kom qenë prezente, s'po flas me të folme, po i kemi pa. Kështu që si djalë, ishtë qaj problemi pari. I dyti, problemi filloj 97-98, kur veç u kriju që këja, edhe çdo djalë moshës madhore ata e konsiderojshin si rekrut për UÇK, edhe ishte terrorist. Kështu që me shku në Drenicë, veni ku mas shumë të shkojshim çdo ditë na me gazetarët huj që punojshin si përkthyes, si djalë kishe shumë ma shumë rrezik me kalu ka post bloku në Komoran që ka qenë, post blok famoz i tmerrshëm i mushur me polic, ku dushe ti me fol me ta, gazetari folke ti përktheshe, po ata të këshyrshin ty, a je ti i rrezikshëm, potenciali që po shkon territor të UÇK-s. Një djalë e ka pas shumë ma vështirë se une. Edhe për çato, ka qenë kolegu jam Fisnika Abrashi që punojke me BBC-n gjithashtu, si fikser përkthyes, Fisniku rike shumë ma shumë me mbulu terrenin dhe montazhën në Prishtinë, sepse BBC-ja i thëjke ti jenë rrezik me të marrë ty me veti. Jetën ma letë, edhe unë e kom përfundu shumë ma shpesh në terren për shkak të faktit që nuk më merrshin seriozisht. Nuk më merrshin si rrezik policia. Njëjt, muj me thonë, ndoshta dhe UÇK-ja, më ka marrë pak është friksu, sepse muj me thonë duhet me e cek që na kemi qenë jo të mikpritun gjithmonë prej UÇK-s, sepse s'kan pas faj, na kalojshin na shkojshim me bo gjirime, e mandej me qato gjirime kalojshim ka sërb lypshin me pa kasetën, ama ta shoh kasetën. Kuptohet që na më shefshim kasetën që e gjirojshim UÇK-n, po UÇK-ja menojke që na kena me tërhek sërb dhe forca sërbe me ardhë me i faru ata dhe katunin, kur na shkojshim qatë vend edhe i gjirojshim ata. Kështu që ka qenë një fushat me i bind, me i fol, sa të besueshëm jemi na, me i bind për kredibilitetin e seriozitetin e punës, sa seriozisht e merr ti punën, edhe që s'kemi i rreziku ata, cilat janë masa që na i ndërmarrim për mos me rreziku UÇK-n. Domethënë, edhe ndaj UÇK-s ka qenë, besoj ma lehtë me qenë qik se me qenë djalë. A mendoni që është reflektu kjo edhe për shembull media projektit që është marrë kryesisht me gra, nështë ka pas diçka që media projekti është marrë me gra sepse e ka pa një mungesë të hatashme të emancipimit të grave. Është shumë interesant që fatkeqësisht edhe sot ki organizata rinore, organizata që mirën kryesisht
me emancipimin e grave, unë po menoj që na po vujmë për organizat për emancipimin e djemve. Po është tradit me e kompenzu qatë 500 vjetëshin apo historikisht patriarkalizmin. Media projekti ka dosht me e mujt patriarkalizmin edhe nga gazetari. Ka pa nevoj për mos mu mshel gratë në shtëpia, gratë e gjeneratave treja. Mos mu mshel në për shtëpia, sepse çka mreni Miloševiqi me bo, është me na kthy disa vjet mas disa avancimeve që i kish bo veni jon, ku 70-tat e shformu Universiteti i Prishtinës. Kishin fillu gratë edhe me studiu, edhe me him punë. Fillun mu qit prej pune edhe gratë edhe burat, po burat i bojnë qare diqysh tu fillu mu marë me biznes privat, me gjithat e burat e kishin një kafe që dilshin, u socializojshin, lëvizshin diqka, fillun ndërmarit e vogla, biznesit vogla me qelë, gratë u kthy në shtëpia. Gratë që ishin shërbim civil deri atëherë, u kthy në shtëpia. Do me thonë, arriti nonën teme, sidomos, Miloševiqi arriti me bua ambise. Një gru që e kish shkruj fakultetin juridik, kish punu ment arsimit prej momentit që kish diplomu si 28 vjeqare, kish punu 20 vjet në të arsimit, që ishte një farë ekuivalenti Ministrisë Arsimit, edhe u qit pi punës. Nona jam gru e emancipume 10 vjet i kaloj në shtëpi. Ishte depresion për gra, ishte regresion për gra. Kështu që e di që në shtëpinë tonë është një regres social, jo veç regres politik. Do me thonë ka qenë regres social, me të shtimu këthy në shtëpi edhe në teren, sipas Naxhijes, nanës së Xheri Vulës për shembull, që mirëj me aktivitetin e në motrat qiriozi organizat që është marrë me luftimin e analfabetizmit në Kosovë në vitet 60, 70, 80, gruaja u aktivizu prap përmes Xheraqina Vulës na organizun u mobilizun me bo aksione që qikat mos me metën shtëpia. Tash për shkak se shkollat shtëpia u kthyn, do me thonë, për shkak se nuk shkojshim në shkolla publike, filloi një regres, një arsyetim i ri, mos me lanë qikën me shku në shkollë, në shtëpi dikuj që se njefshe. Kjo në zona rurale, filloi me ndodhë. Edhe na, që kjo organizohet media projekti mes tjerash, na mobilizoj ke neve qikave 15 vjeçare me shku me folj, me qika tjera treja, me vazhdu me shku në shkollë. Do me thonë, ka pas gjithmonë gazetaria jonë ka qenë gazetaria që kemi zhvillu, edhe sot gazetari që zhvilloj ka qenë gazetari, me thonë, po du me qujt aktive, apo engaged journalism. Nuk ka qenë veç raportime thjesht. Kur nuk ka qenë raportime thjesht. Sepse ka qenë i farë detyre rilindase, kështu me thonë, ideologjia ka qenë rilindase, që ti ekziston për mja qelë syt njerëzve. Nuk është veç informimi thjesht. Për shembull, BBC-ja me cilën punojsha, e kish informimin e thjesht, e kryke punën, e konsiderojke që institucionet tjera kanë mu mobilizu bazum në informacionin e dhanë. Na e kishim qarë që institucionet tjera nuk mobilizohen. Ti duhesh me bo presion në institucionet tjera. Në atë kohë, në edukim, mandej në organizata ndërkombëtare, sot, une e kom, si me thonë, gazetaria që zhvilloj, bashkë me 70 kolegë, bën presion në institucionet drejtësisë. Na nuk e kryjmë punën me momentin që e qesim një hulumtim. Na i shkrujmë 300 letra në vit institucioneve ligjore, prej cilave arrim dikun 50 impakte me gazetarin tonë. Ose njerë që ekspozojnë jënë procese disiplinore, ose qitët prej punës, ose arrestohen, ose naj proces institucional që është ndodhë ndron si rezultat i gazetarisë të angazhume apo aktive që e zhvillojnë. Edhe që kjo vjen në mënyrë që asaj tradite në 90-ave që kur si mi mbështet që tjerët e kryjnë punën e vetë, nëse ti veç raporta. Dimensioni kryesor
i punës tonë ka qenë në fuqizimin e një gjenerate e cila ndoshta e mendohet që na jemi mbështetën prind ton, po prind ton fillun mu mbështet në neve. Pse? Sepse na fillum është shumë e rëndësi elementi ekonomik që prind ton ishin qit prej pune, edhe ishin pa pare, e na fillum me marrë me përkthim drejt nëse dojmë u bo drejt edhe edhe për shkak se prind ton as semestrin e fakultetit s'mrishin me na e pagu. O po prej fillimit që për me nëse dojmë studiu, nëse dojmë jetu, na prej fillimit duhet me i bo pare tona. Ka qenë presion i madh ekonomik në gjeneratën teme, me fitu sepse prind ton nuk fitojshin, kishin dalë për pune. Kjo ka qenë një. Fakti që na arritëm me fitu ma shumë se prind ton, ka një ndrim komplet i varësisë në për shtëpia. Plus me faktin që na ishim qika që po fitoj ma shumë se baba i jonë. Kogja është, do me thonë, ndrim i gjdo klisheje, klisheje që kishte ekzistu dhe atëherë edhe në familje intelektuale. Sepse duhet me pranu dhe familjet intelektuale ishin patriarkale. Megjithatë, intelektuale u munojshin me e paraqit vetën intelektuale, po në relacion me qika, relacioni me qika është derisa jena në kulm temi, bën çka të thomone, vesh çka të thomone. Frajerat s'ka me i zgjedh bashkë këndon ti, po u duke frajerin me ta aprovu familja. Le me thonë, krejt që kjo dikun me 30-50 veta gjeneratës tem ndroj kur baba ton, lemo nanat, fillun mu mbështet në neve për mbjetes. Nuk është ky element me la nanash. Edhe na nuk u lasdrum për shkak asaj pune, po na e morëm këte shumë seriozisht. Unë për shembull e di që kjo ka reflektu në faktin që unë e kom dashur me njëherë paret e para e kom shti me mësu nënën teme anglisht. Edhe çka ma në men është që kur fillova, për shembull, është elementi që kur fillova unë me studiu 96 ish, e regjistrova dramaturgjinë, edhe dramaturgjia ishte më shkruaj drama, mu më vyke kompjuter. Unë shisha që s'kom mujtë sen me bo pa kompjuter. E kompjuteri nuk ish pjesë e çdo shtëpie, as laptop. Laptopi ose jo, po kompjuteri shumë organizata zyre caktume kishin kompjuter. Nëse e kishe kompjuterin, mu ishe me u lidh me internet. Do me thonë, as mobila s'kishe. Kompjuteri është teknologjia e fundit. Une bona presion të madhën printe me ma ble një kompjuter. Ata s'kishin pare, nana jeme vendosi mi shit 5 lira që ja këshin dhënë martes, e nxeri pi qezit, edhe ma bleve kompjuterin e parë. Kjo është 96. Edhe për atë heshit, qaqja di për njerë, sepse tha, me debatin e mas që patëm shpit, është qapirun të këtë sena për qezit, unë s'du më martu kur. Para me no. I kom thonë s'du më martu kur edhe sot e kësa ditë si martu. Është qapirun. S'kom pas men më martu, men si kom pas të martesa, thash qatë qejs që jetu e bo, adin s'di për kon jetu e bo, se martesa s'o me nënësi për mu, unë e du me shkrujt. Edhe nënës ja nisi të më digju mu, në biseda që zhvillum, me indru menja, edhe tha, okej, kom në 5 lira që i kom rujt për ty, me t'i dhanë, pi shesim, i shitëm, 300 marka, 5 lira, edhe blem kompjuterin. 98-ën kur unë e mbledha boll pare, seni i parë që e bona është me ja kthy nënës në farë mënyresh. Ajo kishte investu në edukimin tem, une i nimova me shku në kurs të anglishtës. Ajo do kemi mësu kurs të anglishtës, sepse unë e bisha shumë gazetare në shpe, edhe ajo e pa nevojën me që s'mjafton veç me ditë juridikun, shqipen, sërbishtën që kish ditë që e ardhmja është anglisht dhe filloj me mësu anglisht dhe theke s'u muj me besu që kjo ka ndodhë ose 98 ose 99 që ti po ma pagun mu shkollim. Ishte një dinamik interesante. Dhe më thonë kjo dinamik shoqënore
është shumë e rëndësishme që ky moment për mu është indikativ çka mujnë me bo nanat edhe familjet kur me përkrah një ambicie. Dikujt si një qike tre. Ka mujt nana me thonë na vyn 5 lira, sot për shembull vazhdojnë shumë njerëz me investu në shtëpia të mëdha, në kate të mëdha e ma pak në edukim. Ose në telefon shtrajt, në kerç shtrajt, shumë pak në edukim. Menoj që ajo e bën dallimin mes asaj ku dojmë të qenë. Apo dojmë të qenë njerëz që dokëm bling bling, që shkëlqejmë edhe kena ori rreth për qark ose për toksa, apo dojmë me qenë t'informum edhe mi pas hyt qelë. Printe me, menoj që kanë lujt rol të hatashëm tu mashti në kry migjenin me 8 vjet, me mësu poemën e mirimit edhe mandej tu mes tjerash, kështu të me thonë që shia në torte ka qenë nana me shit 5 lirshin për me ma blimu kompjuterin. Që keni mësu jo anglishtën? Insistimi prindve prej klasës 8 me shku në kurs të anglishtës. Do me thonë, prej qasaj kohë në 90-ave, është më rëndësishme me di që na jemi bo njerëz shkath edhe ma ngjinshëm për shkak të krejt aktiviteteve që kemi bo që kanë qenë jashtë shkollore. Shkruarja gazeta, shkumja në kurse të ndryshme, kurse të anglishtës, prindë tonë kanë insistu na me o pa në dhejta që shkolla është qaq shumë e dopt, edhe që kjo shkolla shtëpia ka qenë, okej, rrujtja e identitetit tënë, por shkolla shtëpia nuk pëseshin. Duhet me pranu që shkolla shtëpia nuk përgatitëshin ty për një treg pune. Deri në qatë mas që kur kom shku me bu masteron e jom dasht me kompenzu, të mësu për librave shkollave të mesme në Angli, me mush një farë kulturët përgjithshme për historinë botnore që se kisha pas të shku në shkolla shtëpia këto. Edhe do me thonë shkumja në kurse mes tjerash një gjë që menoj me njëherë që sot ja rekomandoj çdo qike pa marrë parasysh në çfarë kohe je, është edhe me kry vozitjen, me kry kursin e vozitjes, sepse njeri që vozitke në profesionin tem, u pagujke ma mirë se njeri që nuk e kish lejen e keret. Edhe si kom botet të më vjetë, kom fillu me i majt orët edhe mandej mu ka dasht me mësu me vozit edhe Land Rovera. Land Roveri është pak ma i ranë si keri Land Rovera, ku po thom keri blindum Land Rover, sepse ishin kere që i vozitshim edhe njëni këtyne kereve të blindume e kemi pensionu tash në Prishtinë, kemi marrë pe Anglis, keri cili ka vozit në Drenic, BBC-n e ka vozit 2 vjet, krejt korrespondentin e BBC-s, është sot në Kosovë. Me vozit qatë kërë ka qenë një fuqizim tjetër fizik që e dasht me bo. Krejt po thëm këto elemente, vozitja, gjuha, shkrimi, kontakti me t'huj, që me gjuh na u qelën dyrt, edhe kishim mundësi me mësu prej ma të mirëve. Sepse nëse kishim ditë veç Shqip, po mësojshim prej njerëzve që i kishin shkallësit e raportimit medjes në Kosovë, neve masi krejt gjeneratën a kanë shti prind me mësu anglisht, mes tjera kemi ndigju muzikë veç anglisht kemi ndigju, edhe jemi marrë shumë kemi analizu tekstet anglisht. Kjo na ka shti me pas qasje në njerëz të cilët në Angli shumë rrallë mrin dikush që diplomon me bo punën që e bojmë na, që është praktik me dalë në teren me njerëz ma të mirë të profesionit vetë. Do me thonë, ki pas gazetar të Washington Postit, New York Timesit, BBC-s, cilët thëshin hajde edhe ti je përkthys, ndigjon mu, edhe nëse 1 vjet e kalojshe me ta në teren, veç budall mu konë që mos me mësu ti kur gjo. E shishe që shfolin me njerëz thjesht edhe me njerëz të komplikum. Edhe që i zbusin palët të cilat e kanë vështirë me folë me ta, qysh komunikojnë me ta. Që kjo ka qenë roli jone dhe u mësum me u sill shumë herët si njerëz të pjekun. Ma të pjekun se mosha jonë. Do me thonë,
kufomat e para, mrimi po me 19 vjet, kufoma të shumta, ka 50 kufoma. Gra e fmi, prej tinejgjerave të cilët kur s'kishim shku në katon, u bëm tinejgjera që u doshim me majt barën e kallëzimit të storjes së këtyre trupave. Edhe rrëfimit përmes familjarëve tyne ti u doshe me e reflektu që ata që po ndodh. Shumë shpesh ai elementi tjetër për shembull me UÇK-n ka qenë elementi që UÇK-ja i ka pas dy gjana në cilat menoj që kemi ndiku përmes gazetarëve të huaj, edhe na me i ndru ata, edhe kanë qenë gjana simbolike të rëndësishme. Një ka qenë me hek maskën, sepse u dukshim si terrorista, dhe na folshim me ta që po dukeni si terroristat e ETA-s. Në Spanjë nuk kemi me marrë simpatinë e botës nëse vazhdon me bojë intervistën me maskë. Menjëherë patëm ndikim pozitiv, UÇK-ja e heki maskën. Kjo është një. 2, e kishin një përshëndetje komuniste partizane qështu me grosht. Edhe ata përmes gazetarëve të huaj e kuptuam që kjo ka me lanë shajt keqe. Shajt guerilve majt që nuk janë të interesuar në demokraci e perëndim, po janë të interesuar me një socializëm, totalitarizëm, edhe majtizëm lindor e jo perëndimor, edhe ky është një farë elementi që nuk e fitoj ke simpatinë në botë. Edhe ky element u hek, përmes bisedave që i kemi bo, edhe si përkthyes, me guximin që na jepshin gazetar, po edhe me afërsinë që e krijuam me qëta ushtar në teren. Çto janë elementet që menoj kanë qenë të vogla, tash varësisht kanë qenë varësisht të vogla ose të mëdhaja, çush dush me interpretu, po çdo element atëherë i solidaritetit kolektiv ton, edhe sakrificës të vogël civile që secili e ka bo, gratë ishin protesta të ndryshme, nëse vjen Reporting House, i kemi kushtu vëmendje të posaçme protestave me bukë që i kanë bo gratë, edhe ajo është një element i rëndësishëm i 90-tave, sepse është shumë autentike. Parameno 2 javë masi që ndodh, 2-3 javë masi që ndodh masakra e Sharve, nuk shkojnë konvojet humanitare, s'ka bukën Drenicë, gratë vendosin rolin privat që i kishin shpe, e që ishte me bo bukë, e qojnë në rol publik. Marrin bukë prej furave, edhe në mënyrë simbolike, mira gra nisën prej Prishtinës në Prekaz me shku me bukën dorë. Është e njoftur protesta me bukë. Edhe pse po them është e rrallë sepse kur mos o përsërit. Kërkon botë nuk o përsërit protesta me bukë. E dallon Kosovën çajo periudhë në 90-tave ku na nuk kemi kalu drejt prej se ish Jugosllavia, ish Republikat e Jugosllavisë kanë kalu prej vllaznim bashkimi drejt në vrasjet një tjetrit. Na e kemi pas një periudhë të rezistencës civile ku jemi mundu me tërheq vëmendjen me qëto aktivizma, me qëto metoda aktiviste, e qëta kanë qenë qëto gra që i kanë zhvillu qëto protesta, që kjo frym kanë qenë mësueset tona. Edhe na, si fikserat përkthyesve na u ka duk vazhdimsi e qasaj që kemi po të bo rezistenca pasore njëherë pasive, mas një aktive, që rezultoj mas një rezistencë të armatosur edhe në sjelljen e bombardimit NATO-s. Mendoni që roli yj si fiksar është njëjtë një formë rezistencës, po ndoshta më pak që ka qenë e njohur në qatë kohë? Po, më pak ka qenë e njohur, sepse na jemi njerëz cilët by default ose si natyrë e punës e përfshinëm vete të qenurit modest dhe në prapavi. Edhe na kur s'jemi imponu, edhe kemi bo mirë. Unë menoj që kemi bo mirë. Sepse nën teksti e kallëzon rrëfimin e vet. Nën teksti është që bombardimet kanë ndodhur, krejt për cilët janë fry mas luftës, sot janë peshma. Na nuk kemi naj sen për cilin jemi peshman, menojnë përgjësi si njerëz që kemi qenë përkthyes, të gjithë
I kemi gra punëve dhe karrierës mas lufte pa u fry që kena bo në luftë. Unë e preferoj qëta, se sa me qenë me u fry edhe me unë. Në fund, Kosova mas lufte nuk ka lullëzu qysh kena menuna që ka me lullëzu. Apo jemi mrapa në krasimi ish Republikat e Gjugosllavisë. Atëherë pe kuptojmë se jemi mrapa, kemi qenë mrapa se tjertë na kanë udhëheq. Beogradi na pas ka udhëheq, krejt republikat kanë pas kanalizim, edhe zhvillim ma shumë se na. Sot prap jemi të fundit, e po bon gati 30 vjet që na i kemi punë të dorë. Do me thonë, na njihemi si njerëz që nuk jemi të kënaqur. Shumica prej nesh, sa i një, nuk jemi të kënaqur me zhvillimin e Kosovës. Prandaj na s'dojmë fort mu fry me shtirimin e Kosovës, se luftë e madhe, sakrificë e madhe kena pa me sytë e me o bope që ato njerëzve që kemi mbulu. Njerëz jam bra, edhe na vjen keq, unë na menoj me bisedat që kom bo me krejt, fikserat e asaj kohë, neve na i kena një djenjë që të keqardhjes që s'kena mujtë me bo ma shumë. Edhe mas lufte menojmë që krejt Kosova do është me bo ma shumë. Na s'kemi ven këtu mu krekos edhe mu fry. Mirë është mu ditë, kontributi jonë, po na jemi pagu për që ata që kemi bo. Edhe jemi zhvillu profesionalisht për që ata që jemi bo. Nuk ka që nuk ja kemi pa hajrin, kontaktit që kemi pas me gazetar të huj, nuk ka shërby me u bo profesionist më të mirë sot. Shoqënia jonë ja ka pa hajrin edhe profesionalizmit ton, që kaq s'ka nevojë mu bo statuja në emën ton. Po, është mirë gazetaria me u zhvillu tu mbështet në disa vlera që kemi pa atëherë të gazetarisë profesionale. Unë menoj që qajo është fryma të cilën po e përcjellim. Dikush si akademik në studentat vet, unë në për gazetar, si redaktore e tëne, edhe udhëheqëse e një organizate mediatike, edhe po i përgatisim tjertë për betejat gjeneratave tashme. Edhe ata me siguri kanë me thonë si na për vjetrit që se keni bo nomin. Që ashtu ka qenë qasja që na e kena pas ndaj gjeneratës kalume. Kështu që s'po pres nuk jemi njerëz që jemi fort të ofendum, muj me thonë për sa pak përmenemi. S'kemi qenë qendër vëmendjes, nuk e kena bo për me qenë qendër vëmendjes, e kemi bo për me mri deri te shtirimi i Kosovës, edhe nuk u kry puna hala. Menojmë që nuk u kry puna hala. Nëse nuk keni diçka më shtumë, Kur po thëmë nuk o kry puna hala, nuk e kom fjallin për shtirim, po të bomjen Kosovës vend drejt. Vend drejt edhe të barabart për krejt me tu. Bomjen e Kosovës një vend ku s'ki nevoj me dal jashtë për me e realizu vete. Që kjo po menojmë që unë menoj për veti që kemi hala po me bu.